do rriten pensionet, tha. Pa pikën e turpit, tha, do rriten pensionet. Po flisja me zotrin këtu, që është me kem. Për ata që marrin kem, pensionet do të përgjysmohen. Ai 120.000 lekë që është bonusi në fund vitit, tani thjesht do shkoj 60.000 lekë. Unë nuk e di domethënë se sa i pacip mund të jetë një kryeministër. Dhe ne e kuptojmë se sa e vështirë është që populli prap të dalë në protestë. Zotria vetë më thamë, kur më kanë marrë në telefon, tha kam qenë në dializë. E kuptojmë që është e vështirë për gjithë ju, prap, që t'ju thrasin prap në protestë, po ne besojmë fort që është një moment kyç. Besojmë se vetëm nëpërmjet protestës masive, dhe jo thjesht të neve që jemi antarë të lëvizjes bashkë, po kur secili prej nesh thret dhe komshiun, thret dhe shokun e punës të protestë, do ta detyrojmë Edi Ramën pikërisht që të çojë vendin në zgjedhjet parakoshme. Dhe shpresojmë se në momentin që do jenë zgjedhjet parakoshme, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike bashkë do marrin goditje të mirë. Besojmë se asnjëra prej tyre s'do ja dalë në ban të marrë 71 mandate për të qeverisur vetëm siç kanë bërë deri tani. Dhe mendojmë edhe që nuk është e larg dita që politikan kryekput korruptuar, që i kanë bërë dëm e këtij vendi, e kanë vjedhur, e kanë plaçkitur, si Edi Rama dhe Sali Berisha, do përfundojnë në burg.